Nëse unë bisni sërish flamur, larkë qoftë. Ta them sinqerisht, larkë qoftë. Shëndodh me partinë, a duhet largohet, doktori? Larkë qoftë umbët. Në një ndeshje, dikush umbë, dikush fiton. Ju fitoni, po, e zëmë se umbët. Ai që humbë është Gjirizi, kështu që mos e bëj pyetje më. 100% e thamë, thotë një gazetari një orë. Ja fut kod gazetari, ai që humbë është Gjirizi. Ai që fiton është programi për qytetarët. Ore, arri doktori prapë në partinë qoftë se ju larkë qoftë umbët. Unë nuk ka larkë qoftë, ne do fitojmë. Sigurt. Po ti flamur, më thuaj për vetet paktën, në qoftë se umni larkë qoftë, ti do rish? Ne do fitojmë. Po ku do vej flamuri së lëviz nga vendi aty sikur të kthehet? Ne do fitojmë. Të qeshti ose Ylli, këtë pyetje shko bëjo atyre që kanë vërsulur të blejnë. Ja u kam bërë të gjithë më burë, që do bërë? Edhe partive të reja më, që do bëni ju kam thënë? Që do bëni më, po umbët? Ta thash, atyre që kanë janë vërsulur duke ka paruar prona në Europë, edhe këtyre që kanë ikur, të një drejtor që kanë ikur aty. Ne nuk jemi vërsul për te prona në Europë. Kemi në një tjetër të nërua kolega, po ta mbyllim. Ne po vërsulim ke zyrat e Kryeministrisë, sa pashabash. Bushat. Pyetje për cilat nuk mund t'ja përgjigjej. Se kjo duket sikur është bërë rutim, po kjo është një temë shumë e rëndësishme. Që intereson vetëm i Tiranës sot, me hyrë në këtë ciguit sherrësh prapë. Çfarë do bëj kjo opozit? Jo kjo opozit, kjo opozit dhe të pushtet. Çfarë do bëj ajo parti, ajo tjetra Gjirizi që do dalë opozit? Çfarë do bëj kjo opozit nëse Rama, si që ka bërë të pakën 2-3 pas zgjedhjet e fundit, masakron çdo gjë normale votimi. Pra këta mire është që janë pregatit për qeveri, po unë them këta duhet të kenë dhe një plan B. Që nuk aq më tepër që unë e vetmja gjë që bashkohem me zotin Noka për atë që tha për Amerikën, e vetmja gjë që jemi të sigurt nga ndryshimi i Amerikës është që ne nuk do mbyll sytë Amerika për i Blinken që do dali të certifikoj masakrën zgjedhore. Në këtë kuptim, nuk kjo entuziazmi që është e pamundur, Rama s'do vjedhi vota, Rama me zimblet 71, Rama ka marrë fund, Rama si mbledhet njerëz, është alibia. Ju me tha veç 71 se dhe mund. Po pra. Ai synon 71. E keni dëgjuar në këto 13 vjet? Është alibia. 12 vjet që thosh 71 në herë asnjëherë. Është alibia më e mirë për Ramën që nesër thotë shikon që zgjedhjet kanë qenë fair, ata deri ditën e fundit besuan se do fitonin. Kështu që unë them, krahas këtij që bëni mirë që besoni te programi, bëni dhe planin B si do silleni për denoncimin e masakrës që do ndodhi, besoj unë, në 11 maj. Kështu që mbajeni dhe këtë derë hapur, se do jemi këtu në 12 dhe ka shumë gjas ndodhi kjo. Kemi një gjë se do konkludojmë, po, e fundit. Është shumë e vërtet kjo që tha Flamuri pak më parë, që Rama ka ardhur duke i ulë numrat. Por mu më rezulton që numrin 71, ai e mbështet të këto sondazhe që ju nuk i njihni. Këto sondazhe, në fakt, Ramën e nxjerrin 48, 47, dhe me thënë, nuk ka shumicë në Shqipëri. Por ajo mund të shndrohet në shumicë, sepse do partitë e vogla, mund dëmtojnë opozitën, thotë. Jo, merë dhe ju. Jo, dhe ande. Ju për para, do i merrit ju ato. Dhe me thënë, votat që nuk shprehen në mandate, ju e dini shumë mirë, ndahen në mënyrë proporcionale si pas përqindjes që kanë parti që kanë kaluar pragu. Atëherë më falë, këtë jepi pak kohë ta sqaroj mirë se kjo është shumë e rëndësishme. Por këtë po them që votat e partive që të vogla, që nuk përkthejnë mandate shkojnë te Rama. Shkojnë jo. Pjesa më e madhe te i pari. Shkojnë në varësi. Qofse ti mendon që Rama është i pari. Qofse është i pari, qofse është i dyti, shkojnë te këtë dy. Shkojnë dhe te i tretin që se ka kalu pragun. Pra ndahen në mënyrë proporcionale që ta di. Ai referon këto sondazhe. Ju sondazhet duhet i shikoni për mendimin tim, sepse nuk mund të mbahet kjo qasje për herë që nuk duhem ta shohim. Janë kompani që pak a shumë, domethënë, kanë kredibilitet. Dhe ato kanë, edhe në vendet nga vinë, nuk janë kompani që janë diskredituar, se ato janë biznes. Por që tani nuk kemi jemi në limite, 30 sekonda Flamuri, pas asaj të fundit. Sa përket plani, unë jam shumë dakord me një gjë që, edhe më pëlqeu ajo që thatë që jeni optimist për
paka shumë për një situatë tjetër që e vështirëson, nuk po them e pa mundëson, shqit blerjen e votës. Dhe ju e thatë vetë dhe unë e konstatoj këtë gjë. Kanë frikë, sepse janë nën vëzhgim, ndërkombëtarët, SBA-ja, e tha Andi është në një tjetër... Po kanë hyrë shumë ndërkombëtarë tu që po monitorin. Po, dhe... Jo vetëm diplomat, po monitorin dhe shërbimet. Kështu që nëse nuk i fitoni zgjedhjet, i vetmi plan B pastaj do jetë që e ka thënë vetë Sali Berisha. Do hap rrugën. Ti nuk e thu dot, po unë po citoj atë. Dhe nuk të shkon ta thush në fakt. Temi gjon, jo. Ajo është në statut. Kjo nuk është në statut. Nuk është po. Tani ka një gjë këtu që po ju them unë. Me që keni... Jemi në limite, duhet të flasësh. Ti edhe mbyllim. Po pra, po. Ti them, se preshi foli për këtë punë e Ramës. Shiko që s'besojnë sondazhet ne. Sondazhet si besoj sepse sondazhet kanë dy gjëra. Në një demokraci, sondazhet besohen. Shqipëria sërë demokraci. Dhe po ju them unë, ishtë një pjesë e konsiderueshme e njerëzve të cilët nuk shprehen. Pse? Ose kush punon në administratë, dhe pse se voton në administratë, në thotë unë jam me pëson, sepse ka frikë. Dhe çfarë ndodh? Unë e shoh terren. Takoj pafund, ka shumë njerëz që do të mos më bëj fotografi. Se ne ndjekim nxjerrim rrjetet sociale takimet. Pafund, pse jam me ty mos më bëj fotografi. Pra, këto janë gjitha votat të opozitës, por që në sondazh nuk dalin si të opozitës. Se i thotë tjetrit. Sepse je në... Jam me ty, po mos më bëj fotografi. Jo, sepse nuk je në demokraci ti. Je në një sistem që po doli ai të mbështet ty, i shkojnë tatimit, i shkojnë policia, i shkojnë taksidarët dhe e mysin. Pra, je në një sistem kështu dhe e vetmja gjë që është shpresë për shqiptarin është rroft kuftia. Zoti Noka... Dhe në kutia e fshet, shqiptarët do shkojnë të votojnë numër 1. Sepse mezi po presin atë moment. Dhe ju thoni, nuk jemi në demokraci, sondazhet manipulohen, por zgjedhjet fitohen. Po, sepse dhe regjimet janë përmbysur. Kur nuk je gabim. Asnjëherë me vot. Regjimi duke dhënë shpirt, ka regjime që përmbysen me vot. E ke gabim. Të nderuar, do ta shohësh provën e radhës. Preçi po ta them edhe unë, shqiptarët mezi po presin ditën që të shprehin revoltën e tyre në kuti, numër 1. Në qoftë se ju fitoni. Edhe tigrit e numër 1, ja. Ja. Edhe ti, edhe Andi numër 1. Në qoftë se edhe mos thua që s'do të votoj, thua që ja ngrita numër 1 do të votojë. Në qoftë se ju fitoni me vot, unë do kërkoj falje publike për çka më thënë. S'ke nevojë të pim kafe pa falje. Se këtu nuk pas ka qenë demokraci. Nuk e nevojë pa falje. Unë kam huq analizën. Shiko, ti shef gjërat nga një majtis, unë i shoh tjetër nga një tjetër, kështu që janë ndryshme. 24.000 vote janë më prapa Ramës. 34 ka qenë diferenca. Që është raporti zyrtar, se ka qenë më pak. Ka ndryshuar, kështu që... Por kam frikë se ka ndryshuar në kaun tjetër. Unë jepi pak optimizëm vetës, barazomi qytetarët kanë optimizëm të pa masë, për të cilë fitoren për të bërë ndryshimin. Të nderuar të shikues numër 1. Edhe një herë të lutem. I qik numër 1. Numër 1. Do dhe kapele të nxjerrim. Shiko herë tjetër në studion time pa kapele të mos të shoh. Edhe ylli numër 1 do votoj, shife. Pa kapele këtu. Pa kapele. Jo, unë nuk e them votën, Ja, po e them. Nuk e them se, po jo, po do të mbyllë emisionin, po thash votën. Ajde, ne? A i ta bëri 2. 2, po e ka dhënë votën i tjetëri se... Shë është 2. Vota anti-regjim është edhe. Vota anti-regjim është. Nuk ka rëndësi mo anti-regjim, po e ka dhënë diku. Të ndërru të shikues, ky është emisioni për mërmen e sotme. Me Zotin Noka ishim, sigurisht është një njeri i fort i Partisë Demokratike, kësaj partije që kemi.